t'ja lam çdo ditë flas Zhaba, Hardhuca, Zhapi, Bretkoca etj. Lën botën e tij. Sali Berisha shmangu një koment mbi deklaratat e kryeministrit Edi Rama që ironizonte kompozimin e koalicionit opozitar, po dë Aleanca për Shqipërinë Madhështore që ka bërë bashkë në ombrellën e vet, Çamot e Grekët, Parti Anonime Konservatorësh e ballistësh, por edhe aleatët e vjetër. Këtyre të fundit veçanërisht aleatit të ditëve të vështira Ilir Metës, Sali Berisha po u kthen borxhet pasi kreu të Partisë së Lirisë ndonse në pamundësi për të bërë vetë fushat, po e plotson listën e dëshirave. Nga burgu Metaj ka kërkuar demokratëve të mos jetë në listat e Tiranës, por në Fier. Ilir Meta do të jetë në listat sigurta të Partisë Demokratike dhe të koalicionit. Ai do të jetë në parlament dhe do të jetë fitimtar. Me zhvendosjen e Metës në Fier, ky i fundit i ka kërkuar që Edmond Haxhinas do të jetë kandidat në qarkun e Elbasanit dhe 2 emrat e tjerë nga 4 në total që Partia e Lirisë fut në listat e mbyllura sipas marrëveshjes së koalicionit. Ish-presidenti i lën në Tiranë Tedi Blushin dhe Erica Xhixhon, duke siguruar 2 mandate në qarkun më të madh të vendit. Bashkë me 2 përfaqësuesit e Partisë së Lirisë në Tiranë, pritet të jenë edhe 2 aleatë të tjerë, Fatmir Mediu dhe Shpëtim Idrizi, duke zënë një pak, por 1/3 e listës së mbyllur, e cila i çon pa votim preferencial në parlament kandidatët për deputet. Ndonse lista zyrtare pritet të vuloset mes natën e 12 marsit, kur edhe skadon afati për dorëzimin e saj në KQZ, edhe vetë Berisha me gjaz do të jetë në listën e Tiranës, bashkë me të besuarit e tij, 2 drejtuesit e fushatës Flamur Nokën dhe Edi Palokën, drejtuesin politik për Tiranën Belind Kolliçin, drejtuesin e Forumit të Gruas Albana Vokshin, kreun e të rinjve demokrat Besar Xhaferin, si dhe drejtuesen e fushatës në diaspor Josefina Topallin. Me këtë renditje të mundshme, shanset që më të votuarit e primareve të kenë poshtu një vend në 12 e sigurt, duke ruajtur edhe kuotën gjinore, janë gjithnjë e më të pakta.